Do të shkojmë tani në një tjetër raportim të drejt për drejt mbi situatën e krijuar nga tashmë paralizimi i juglindjes së vendit. Do të shkojmë në qarkun e Dibrës. Kemi kolegun tonë atje Mahir Jangulli pranë pikës kufitare të Bllatës që lidh Dibrën me Maqedoninë e Veriut. Përshëndetje Mahir, si paraqitet situata? Ka më tepër fluks të automjeteve të vogla dhe apo përdoret kjo pikë kufitare nga Maqedonia e Veriut me Kosovën dhe me pikën e Bllatës për të mbritur në Tiranë? Përshëndetje Ertil, pra prej 2 ditësh ka patur fluks mjetesh në doganë e Bllatës, duhet të thënë fluksi mjeteve më shumë kanë qenë në kamiona për shkak të shembes rrugës Librasht Prenjas, pra drejtues të këtyre mjeteve kanë kaluar në pikën kufitare të qafë-thanës duke ndjekur itineraren e Maqedonisë Veriut dhe kanë kaluar në doganën e Bllatës për të ndjekur rrugën e Arbërit drejt Tiranës. Por duhet thënë që këta mjete kanë patur problematik në dogana për shkak të transportit të tyre, pra zhdoganime dhe vonese në dogana, gjë e cila ka shkaktuar edhe rrath të gjata në 2 dogana, në atë maqedonëse dhe në doganën shqiptare. Duhet thënë që të 2 doganët kanë punuar me kapacitet plot, me 2 sportele, pra edhe dogana maqedonëse edhe dogana shqiptare kanë punuar me kapacitet plot, por fluksi mjeteve ka qenë i madh. Në 24 orë në doganën e Bllatës ka lënë 2-13.000 mjete pra nga Maqedonia e Veriut dhe ana sjelltas. Në fund javave kjo doganë është më aksesueshme, pra që shumë mjete lëvizin drejt Tiranës, mbi 15.000 mjete ka lënë gjatë ditës dhe këtë ditë ka patur probleme edhe për shkak të shembes rrugës Librasht Prenjas, pra që shumë mjete kanë ndjekur itineraren e Maqedonisë Veriut, pra nga qafthana drejt doganës Bllatës. E qartë, mirë Mahir, unë të falenderoj për gjitha këto informacione, në rast se do të ketë të tjera zhvillime nga kjo pikë kufitare me njerë do të lidhemi së bashku.